Sëmundja e kafshëve e shfaqur në Shkodër është për herë të parë në vendin tonë. Një gjë e tillë u bë me di nga Sulejman Kullolli, drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, në një pronësim për mediat. Ai tha se sot bëhet eliminimi i krerëve dhe ndalohet lëvizja e kafshëve në territorin e Bashkisë Shkodër dhe Malësi e Madhe. Gjithashtu janë bllokuar lëvizjet e kafshëve në tregje dhe thertore. Për herë të parë në Shqipëri u shfaq sëmundja e PPR-s ose murtaja e ruminantëve të vegjël. Në një fermë në fshatin Domën të njësisë administrative postëri, sot bëhet eliminimi i këtyre krerëve në fermë dhe bëhet dezinfektimi i fermës dhe ngrit grupet e punës për monitorimin në zonës 3 dhe 10 km. Ndërkohë ka dalë dhe urdhri i ministrit, i cili ndalon lëvizjen e këtyre kafshëve në territoret marrëna zonës 3 dhe 10 km, që i bie Bashkia Shkodër dhe Bashkia e Malësisë Madhe, ku nuk lejohet lëvizje e kafshëve. Ndërkohë në këtë janë bllokuar lëvizjet e kafshëve nëpër tregje, nëpër thertore, në mënyrë që ndikojnë ose të parandalojnë prerapjen e mëtejshme të sëmundjes. Për sa i përket fermës në fshatin Domen, me kafshë me sëmundje, Kullolli u shpreh se nuk ka dalë qumësh dhe mish në treg, ndërsa theksoi se mishi i kafshëve të sëmura nuk lejohet për tregtim. Atëherë kemi të bëjmë një fermë të vogël, prej 18 kokë dhi, e cila nuk ka dalë në treg, as qumshi as mishi, ata janë dhi të cilat janë për prodhim qumshi dhe jo për mish. Dhe nuk ka dalë as një pikë qumësh dhe as mish për në treg ose në fabrikat e përpunimit. Ne prandaj eliminojmë se mishi i kafshëve të smura ose atyre që dyshohen që janë të smura nuk lejohet të dalë për konsum publik, por e eliminojmë sipas legjislacionit fuqie. Ndër të tjera, Kullolli i bëri thirrje çdo fermeri që kur dyshon për sëmundje të kafshëve të njoftojë shërbim veterinar.